Pavarësisht tensioneve, parlamenti ka vjuar punën, por para atmosfera politike mbetet elektrizuar dhe polarizuese, duke treguar se përçarja mes palëve është më e thellë dhe e qëndrueshme. Opozita, protestat dhe reagimi publik. Opozita shqiptare gjatë nëntorit të 2025-s ka intensifikuar retorikën kundër qeverisë, duke e akuzuar atë për manipulim zgjedhor, mungesë transparence dhe kapje të institucioneve. Partia Demokratike dhe aleatat e saj vazhdojnë të mos njohin rezultatin e zgjedhjeve të majit 2025, duke cilësuar procesin si të parregull dhe të shtrembruar nga ndikime politike dhe administrative. Gjatë muajit janë rritur thirrjet për protesta të reja parakombëtare. Kreu opozitës ka paralajmëruar mobilizim të vazhdueshëm, ndërsa figurat të ndryshme brenda PD-s kanë kërkuar që protestat të mos jenë simbolike, por të organizuara si presion i drejt për drejt ndaj qeverisë, edhe pse protestat e mëdha nuk janë materializuar ende në masën e pritur, pakënaqësia në segmente të ndryshme të shoqërisë është e dukshme. Në këtë dinamikë, rolin e tyre e kanë luajtur edhe grupet e shoqërisë civile dhe lëvizjes qytetare, sidomos ato të lidhura me çështjet e mjedisit, mbrojtjen e hapësirave publike dhe lirinë e medias. Këto grupe kanë rritur ndikimin dhe dukshmërinë e tyre duke ngritur çështje që shpesh nuk trajtohen në debatet parlamentare. Megjithatë, ndarja e thellë politike ka bërë që reagimi publik të jetë i fragmentuar, e pjesë e qytetarëve mbetet e zhgënjur nga politika në tërësi, duke reflektuar apati dhe mosbesim, ndërsa një tjetër pjesë kërkon ndryshim të menjëhershëm përmes presionit qytetar ndaj institucioneve. Opozita, pavarësisht sfidave të brendshme, po përpiqet të rregjë ritmin dhe besueshmërinë publike, por ende përballet me vështirësi në unifikimin e mesazhit dhe krijimin e një alternative të qartë politike ndaj qeverisë aktuale.